Kryeministri Edi Rama në podcastin e tij flasim për mendje dhe risinë që pritet të implementohet në vendin tonë nga janari 2026. Kryeministri shtoi se po përgatisin dhe një tjetër inovacion, portën digjitale të hyrjes në aeroportin e Rinasit. Rama tha se nuk do të jetë më e nevojshme ndalesa për kontroll pasaporte, por udhëtarët mund të kalojnë përmes një porte digjitale, së cilës i mjafton pamja e udhëtarit për të verifikuar identitetin e tij. Një tjetër inovacion i bukur që po përgatisim është hyrja në Shqipëri nga aeroporti Nën Tereza pas një ndalesë dhe pa kontroll pasaporte, por përmes një porte digjitale, së cilës i mjafton pamja jote për të verifikuar identitetin tënd, duke e lidhur atë elektronikisht me biletën dhe të dhënat e tua. Kështu, aeroporti i Tiranës, tashmë i mirënjohur si një nga të parët aeroporte në Europë me kontroll digital të pasaportave, do të jetë i pari aeroport në Europë me portën digjitale të hyrjes. Kjo fal bekimit të teknologjisë digjitale, e cila u jep mundësi vendeve në zhvillim të bëjnë kapërcime epokale, që përndryshe do të ishin të pamundura, theksoi Rama, duke folur për portofolin e identitetit digital që pritet të zbatohet në vendin tonë nga janari 2026 dhe do të përfshijë të gjithë dokumentet personale, si karta e identitetit, leja e drejtimit, diploma apo certifikata të ndryshme. Rama tha se edhe Shqipëria është një vit para BE-s në këtë drejtim. Kur koncesioni i hershëm i kartave të identitetit përfundoi, ne morëm përsipër një sfidë të madhe, krijimin e një kompanie shtetërore për prodhimin e kartave të identitetit më të mira dhe më të lira se të mëparshmet. Kompania Identitek e përballoi me sukses këtë sfidë dhe tashmë është angazhuar për sfidën e re të identitetit digital, pra kalimin e kartës së identitetit në celular apo kompjuter dhe funksionimin e saj si një portofol digital shumë funksional. Edhe Bashkimi Evropian po ecën në këtë drejtim dhe ka vendosur vitin 2027 si afatin për futjen e identitetit digital në jetën e përditshme të Europës. Shqiptarët do ta kenë gati identitetin e tyre digital në fillim të vitit 2026, tha Rama.